imagjino per një moment sikur gjithçka në jetën tënde fillon të rjedhë pa probleme. Njerëzit e duhur shfaken në kohën e duhur, mundesit e hapen pa mundim. Trupi jetë ndihet I lehte, mendja jote e kthelet dhe zemra jote. Ne pake. Po sikur të gjutë hoxha se kjo nuk eshte fantazia por rastesi, por rezultati drejt për drejtë I dridhje. Që do gjene univers vibron, ju vibroni, mendimet tuaja, emocionet tuaja, fjalet tuaja, veprimet tuaja, te gjitha gjane pulse energjike quelle shoqne një frekuense. Kjo frekuense eshte si një gjuhe e padukshme kë universi e kupton dhe I përgjigje. Dhe këgjo eshte arsye gjapse, ate kë naksgjer, ate terhek. Por gjacelesi kë pak veta e dine, nuk më qafton të rritesh dridhjet e tua përkohesisht. Transformimi I vërtetë ndodh kur arrini për të mbajturat e dridhjet e lartë përgjithmone, pa u varur nga rrethanat e gjashtme. Parenen e ulgje ngritje këtë konsumojnë energjine dhe të shkeputin nga fukja gjote e vërtetë. Dhe ki eshte mesimi I thelle I kësaj videogje. Në kete udhëtim do të zbulojme pse mbajtja e një vibrimit e lartë nuk eshte vetëm e mundur, por edhe e nevojshme nëse dëshironi të zgjoni vetëdigjën tuaj. Ta manifestoheni me kartesi dhe të ekni në përgjete nga kendra gjuajme autentike shpirtërore. Du të shihni se rritja e vibracionit tuaj nuk du të thote. Ta gjesh pozitiv gjatë gjithë kohës, ose të simulosh lumturina e detiruar. As nuk ka të bëjgje me shmangjene e resires. Përkundrazi, ka të bëjgje me të banosh në një frekuense të brendshme të se vërtetes, koherences dhe praniset dhe në mes të kaosit. Kjo video du të gjete harta gjuaj. Ne do të shkirtojme origjinen stergjishore të konceptit të dridhjes nga traditat ezoterike. Do të kuptoni se si funksionon dridhja në trupin tuaj fizik, mendor dhe shpirtëror. Do të zbulojme se qfare po bëllokon frekuencen tuaj dhe si mund të kaperceni ate. Dhe se fundmi, do të mesoni praktika, ndryshime dhe vendime ke mund të gju ankorojne në një gjendje energjie të lartë. Kë nuk zbretme, përgatitu të zbulosh psegje me shume se sa një trup fizik, me shume se sa një histori personale, me shume se sa një emocioni shpejte. Ti e dridhje në levizje. Dhe sot do të kujtoni se singri dhe mbaje si një mjeshteri energjise. A jeni gati të kaloni atë prag? Nga të lashtet të energjia kuantike, ideja se që do gjene univers vibron nuk eshte një shpikje moderne apo një mode shpirtërore e koheve të fundit. Ashte një e vërtete e lashte, e përsëritur në format e ndryshme nga kytetërimet me të mensura në histori. Nga mesimet hermetike të Egjiptit të lashte deri të sutrat e jogas të indise, parimi I vibrimit eshte konsideruar si një ligj universal. Kibalioni, një tekst ezoterik kë I atribuohet hermetizmit, deklaron në ligjin e tisht të ditet e madh. Asgjë nuk eshte e palevithshme, gjithë qka leviz, gjithë qka vibron. Këgjo aksiome, me gjithese poetike, përmban një të vërtetet të thelle. Dridhja eshte frima sekrete e universit. Që do gje kë eksiston. Materia, mendimi, emocioni, shpirti, vibron në një frekuense të kaktuar. Dhe kjo frekuense jo vetëm kë per kakton natyren I saj, por per kakton edhe me silat gjera te qera rezonon. Në traditen vedike, kjo ide shprehet permes konceptit të spandake fjale per fjale do të thote dridhje e shenjte. Si pas ke saj pike pamgjeshe, vetedigja hyjnore, Shiva ose Brahman, nuk eshte një prani statike, por një vale e përgjithshme energjie vibrante kë pulson në për të gjitha formate gjetes. Universi, pra, nuk eshte një strukture e vdekur, por një simfoni e gjaleku që do kenje njerëzore eshte një note me frekuencen e vetë. Shamanet amerikane e kuptuan gjithashtu kete të vërtete. Per ta se do gje e gjale, një gur, një lume, një shkiponje apo një kenje njerëzore, ka një melodi të brendshme. Kur dikush semuret, ai e humbet atë melodi. Kur dikush sherohet, vibroni përsëri në harmoni me shpirtin e madh. Me kalimin e kohës, këto mesime u peshperiten midis të inisuarve, u ruajshten në rituale sekrete dhe u fshehen nga sita e botes moderne këmat gjithçka me të preksmen. Por ezoterika nuk u zduk. Thjesht u bë me delikate. Sot, fizika kuantike po fillon të konfirmoje atë që njerëzit e mensure dinin me intuitet drejt për drejte, se materia nuk eshte e nëngurte, se gjithçka përbehet nga grimca levizese, se dridhja eshte baza strukturore e realitetit. Pra, çfarë do të thote kjo për ju? Do të thote që ju nuk gjeni një entitet statik. Ti nuk je e kaluara jote, as mendimet e tua, as emocionet e tua. Janë një frekuense që lëkundet vazhdimisht. Dhe kjo frekuense mund të modulohet.
A e keni venere se si disa njerëz rrezatojnë pak në momentin që hajnë në një dhome? Apo se si te qeret duken të rende, edhe pa thënë asnjë fjalë? Kjo është dridhje. Nuk mund ta simulosh. Nuk mund ta detyrosh, por mund ta kultivosh. Engre. Dhe gjaku vjen dilema e madhe shpirtërore. Shumica e njerëzve luhaten. Ata ngrihen dhe bien si një lavjerres emocional, të zenen e rrethanat e jashtme, por mjeshtrat e medhenj, të urtet e lashta, na mesuan se kjo është e mundur, duke ankoruar një dridhje me të lartë si një gjendje të përhershme të kenjes. Si, jo në përmjet një teknike, jo në përmjet një mendimi pozitiv kalimtar, por në përmjet një transformimi të brendshëm, ku shpirti behet kendra e komandes. Dhe mendja, trupi dhe emocionet filojnë të silen rreth tij. Kjo është njohuria që transformon, sepse kushdo që e kupton se si funksionon vibrimi i tij, e kupton se si funksionon gjeta e tij. Dhe kur e rrit frekuencen, nuk ndryshon vetëm përvojën tënde, ti e rikonfiguron realitetin që të rrethon. Frekuenca e shpirtit për të rritur dridhjet tuaja për gjithmone, se pari duhet të kuptoni çfarë është saktësisht ajo vibrim, që ju lëshoni dhe si gjenerohet. Ki nuk është një koncept abstrakt ose metafizik pas batim praktik. Dridhja është shumë e gjallë e gjithë çka që gjeni në këtë moment. Mendimet, emocionet, fjalet, veprimet, zakonet dhe pjesame e thelle e vetes suaj, kelimet tuaja. Imagjino sikur gjesi një stacion radioje. Çdo mendim këke, çdo emocion që mban, çdo fjale që thua, akordohet në një frekuencë specifike. Disa janë të lemuara, të pastra dhe ngritese, të qerat janë me të dendura, me konfuze ose kaotike. Gjegja e rendesishme që tu nuk është të ngritesh, dridhjen tënde për një sast, por meso të mbash frekuencen me të lartë këgje i afte të arish, dhe begje atë gjendjen tënde naturale. Por çfarë e përben atë frekuence? Nëja. Mendimi dhe perceptimi. Vibrimi juaj është i lidhur ngushtë me mënyrën se si e interpretoni realitetin. Din njerëz mund të përjetojnë të njëjtën situate, por të reagojnë në mënyra krejtësisht të ndryshme. Njeri mund të panikohet, të zemërohet ose të frustrohet. Qetri mund të vezgogje, të reflektoje dhe të veproje nga një vendikete. Sila nga të dia mendoni se vibron në një frekuencë me të lartë. Të menduarit nuk është problemi. Problemi është mënyra se si mendoni. Nëse mendja juaj përserit vazhdimisht gjikime, frikera, kritika, krahasime, ju po ankoroni në një vibracion të ullet, edhe nëse përpikeni të meditoni ose të ndiheni me mire. Dridhja rritet kur mendimi përputhet me vetëdigjen kur ndalon se reaguari automatikisht dhe zgjedh me vetëdije se si ta vezgosh boten. DY, emocion i këndrueshëm, janë një dallim i rendesishëm. Nuk ka të bëjë me shtypjen e emocioneve, ka të bëjë me mos identifikimin kronik me to. Mund të ngjeni trishtim, zemërim, ankth, ato janë njerëzore dhe të nevojshme. Por nëse i banoni ato si gjendjen tuaj baze, dridhja juaj ngek. Një emocion si miren gjohja, per shembul, ka një frekuencë shumë me të lartë të machme se sa pakenakesja ose në gjendja e fajit. Dhe ajo që është me interesante është se mund të stërvitesh veten për të përgjetuar ato emocione me të lartë dhe në mes të rrethanave të vështira. Emocioni i këndrueshëm, jo emocioni i sastit, është ai që i tregon universit se kush gjën në mënyrë vibruese. 3. Marrëdhënia juaj me të tashmen. Momenti i tashem është porta hyrese drejt vibracionit me të lartë. Kur je plotësisht në të tashmen, pa rezistanse, pa pritje, pa gjykim, fusha jote e energjise behet e rregullt. E tashmja është i vetmi vend ku mund të përgjetosh pake, për mbushje dhe ngjë lidhje të vërtete me kenjen tënde. Njerëz që jetojnë në të kaluaren, duke u ndalur të dhimbjet e së kaluares, ose që vazhdimisht e projektojnë veten në të ardhmen me frike, ankth ose dëshire të tepruar, ato dridhen në frekuenca të pakëndrueshme energjia, është e shpërndare, e fragmentuar dhe e kontaminuar. Ta gjetosh në të tashmen nuk është vetëm një praktike shpirtërore, është një teknologji energetike. 4. Konsistenca juaj e brendshme. Këtu arrajme të një nga shtillat me të fukishme për një dridhje të lartë dhe të përhershme. Koherenca. Kur ajo që mendoni, ngjeni, thoni dhe bëni janë në harmoni. Fusha juaj behet e forte, e ndritshme, magnetike. Nga ana tjetër, mos përputhja e brendshme e thjen vibrimin tënd. Mund të thuash, unë jam drita, por të jetosh me frike. Mund të shpallesh, unë besoj në dashuri,
por të veprosh nga fagji ose manipulimi. Universi nuk I përgjigjet asaj ke thua ti, ai I përgjigjet kush jetine te vërtete. E gjithë kjo na çon në ndje te vërtete te pamohueshme. Vibrimi gjuaj nuk rritet magjikisht me pohime apo rituale sipërfakesore. Ai rritet kur vendosni te beheni dikush që vibron në një frekuencë me të lartë. Arti I ruajtjes së frekuencës rritja e vibrimit tuaj mund të duket e thjeshtë në fillim, ju meditoni, beni pohime pozitive, lidheni me natyren, praktikoni mirënjohjen, dhe ngjeni një zgjerim të brendshëm. Megjithatë, sfida e vërtetë nuk është të rritni vibrimin tuaj për një çast, por të mbashate dridhjen e mes të botës, kur stimusht e jashtëm kërsenojnë të gjuter hekin në frekuenca me të dendura. Këtu hin në logje artime I thelle I zgjimit shpirtëror, zotërimi I dridhjes se vetë dishme, universi është një paskire, dhe gjo pasive, por dinamike. Ai paskiron gjengjen tuaj të brendshme në çdo kohë, por gjithashtu e ve në proveate. Pikërisht kur filloni të vibroni në një frekuencë me të lartë, shfaken njerëz, situata ose mendime që përpiken, në dukje, të ju destabilizojnë. Nuk është ndeshkim, është stërvitje. Ai keni vene resesi, pas një momenti kartesi shpirtërore, mund të përjetoni një përbalje të papritur emocionale. Kjo ndodh sepse, ndërsa ngriheni, energjia juaj ndrison koshet e erreta që me pare ishin të fshehura. Ajo që ishte e pasgjidhur del në sipërfake, dhe gjaku keni një zgjedhje. Këtë huni në modelin e vjetër ose ruani frekuencën tuaj nga njëve të digje me e lartë. Këgjo është pengesa e pare, rikthimi I energjise. Nuk është se ke deshtuar, shte se sistemi it po riorganizohet vete. Imagjino sikur po akordon një instrument. Në fillim, tingelon I cakorduar, kerset, por nëse kembengul butesisht, me pranine, me dashuri, tinguli transformohet. Edhetije keshtu. Një sfide qëtër është zhurme mendore kolektive, në jetojme në një kulture ke ushken friken, urgjensen, krahasimin dhe zvleresimin. Dridhja në një frekuencë të lartë në një bote që vibron në një frekuencë të ullet kërkon, një rebelim I heshtur, nuk mund të presesh miratim, apo mirekuptim. Shpesh do të ke kuptohesh, do të gikohesh ose madje do të ingjorohesh, por është në atë heshtje që fukia gjote rritet. Sepse kur nuk ke nevoje këtë qërete të kuptojnë të gjesh vetvetja. E ke çliruar veten. Përveç ke saj, ekziston kurthi I egos shpirtërore. Shta, e lehte të ngaterrosh dridhjet e larta me superioritetin, me ngjengjen me të evoluar, me të vetëdijshme. Por ai krahasim, ajo nevoje për vërtetim, është tashmë një harkshim energjie. Shpirti nuk konkurron, ai vetëm vibron. Dhe sa me I lartë të gjete gjengja gjuaj, me shume perulesi, me shume dëmshuri, me shume heshtje banon brenda tegje. Mbajtja e një frekuencë të lartë nuk do të thotë shmangja e emocioneve njerëzore. Do të thotë të mos gjetosh I blokuar në to. Mund të ndjesh trishtim pa u bere trishtim. Mund të kapërcesh friken pa I adhene fukinet ende frikes. Mund të njohesh hajen tende pa I lene atë të erresoje driten tende. Në këtë pike, është thelbesore të zhvillohet vete vezgim I vete dajshem. Jo për të të gjikuar, por për të të ripershtatur. Begjini vete spjetje të thjeshta, a me nëngre apo me ulkimendim. A me lidh apo me ndan këgjo emocion. A e nderon ki veprim të vërtetën time apo frikën time. Qelesi nuk është persosmeria, por ndershmeria vibruese. Gji autentik në çdo moment. Edhe nëse këgjo autenticitet të dhem pak, sepse ajo e vërtete, e mbajtur me dashuri, është ajo që ngrepa mundim vibracionin tënd. Jo për shkak të asaj që ben, por sepse kush po vendos të gjesh në çdo moment. Dhe se fundmi, gja perberesime I fukishem, dorezimin. Kur ndalon se rezistuari, se detiruari, se kontrolluari, energjia gjote hapet. Dridhja e lartë nuk mund të arrihet. Rashta I lezhuar. Dhe kjo ndodh kur e perputni veten me rgjedhjen e gjetes. Kur zgjidhni ti besoni të padukshmes. Kur e kuptoni se nuk gjeni vetem, por të mbështetur nga një rend me I madh. Rritja e frekuencës suaj, pra, është një akt besimi. Mbajtja e saj është një akt mjeshterje. Zakonet e përditshme për të rritur dhe mbështetur dridhjen tuaj, rritja e vibracionit tuaj, nuk është një ngjarje e izoluar, as një përvojë e rastësishme. Është një disiplinë e shenjtë, një mënyrë gjetese e zgjedhur me çdo mendim, çdo fjalë dhe çdo veprim. Spiritualiteti autentik nuk matet nga sa libra leksoni ose sa rituale dini,
por nga si e gjeton gjetën tënde të perditshme nga nje pozicioni vetërijes. Jashtate praktika kue, nëse i integroni me përkushtim, mund të transformojnë të lesisht fushen të agjë të energjise dhe të gjundihmojnë të gjetoni në një vibracion me të lartë. Per gjithmone, së spari, zgjohu me një kellim të lartë. Mos e filo ditën duke reaguar ndaj zurmave të jashtme. Para se të prekesh telefonin, para se të mendosh per listën tënde të punjave, lidhu me vete. Mbilisita, merë frime tele. Pjete veten, çfarë energjie dua të banoj sot. Ki akti thjeshta e përshtat vetërien të aq me një frekuencë të karteke nga momenti i pare. Nuk ka rendesi se çfarë ndodh gjashte. Ju tashme keni zgjedhur se si te vibroni brenda. Zaditi, kini kuqdes me ate ke konsumoni, dhe gjove te mushkimin. Dok gje ke hin në trupin dhe mengjen të aq ndikon në vibrimin të aq. Nuk ka të begje me persos merine, por me aftesine per te daluar diçka. Vezgo se si ndihesh pas ushkimeve, kengeve, bisedave, lajmeve ose rgjeteve sociale tek aktuara. A gjus gjerojne apo gjut kurrin. Dridhja e lartë kërkon këndrueshmëri me atë që legjoni të higjene fushen tuaj të energjise. Rrethogjeni veten me informacion. Mjedise dhe njerëz që ushkejnë energjinë tuaj, jo që e shterojnë atë. E treta, heshtje dhe frimemarrje e vetëdijshme. Në mes të kausit të dites, gjegj momente për te, ndalo dhe merë frime. 5 minuta heshtje mund të rrisin dridhjet tuaja me shume se sa oret e produktivitetit të shketesuar. Frime margja eshte ura lidhese midis fizikes dhe asaj delikate. Merni frime telle. Ngësirni frimen nga dale. Kthehune të tashmen. Atje eshte vendi ku eshte dridhja me e paster. Sos katërti. Folme të verteten nga zemra. Fjalet gjane dridhje të misheruara. Sa here ke flet ti krigjon. Shmangni gjikimin. Anke sat dhe kritikat boshe. Jo sepse eshte gabim, por sepse ul frekuense pa e venere. Fol me dëmshuri. Shprej veten në mënyre autentike. Përdor zerin tënd si një instrument kartesie, dashurie dhe kelimi. E pesta, leviz si energji e gjale. Trupi ka nevoje per levizje, kë energjia të rjedhe. Valezimi, egja e vetëdijshme. Praktikimi i gjoges ose thjesht shtrirgja pas zgjimit legjojnë kë fusha gjuaj vibruese të zhbllokohet. Stagnimi fizik që në stagnim emocional. Levizja eshte ilaç energjik. Sas gjashti. Falendero pa asnjë arsye. Mirënjohja nuk eshte vetëm një emocion. Eshte një nga frekuencat me të larta që mund të përgjetosh. Dhe nuk keni nevoje për arritje të medha për të praktikuarate. Gjimirenjohes për frime margjen tende. Per dritën e dites. Kjo kënje shteg për të përshkuar. Dridhja e mirenjohjes rritni perceptimin të ajde të lidh me bolekun e vertete, që nuk ka të begje me të pasurit me shume, por me të paret me shume. E shetatet, pushotelle. Gjumi nuk eshte vetëm riparim fizik. Se sa në shteri kalibrimi vajbrus. Trupi ka nevoje për pushim për të integruar frekuensat ku e përgjeton. Respektimi i cikleve tek gjumit. Krigjimi i hapesirave të keta parak gjumit dhe shkeputja nga ekranet ose stimujt negative, eshte thelbesore për të zgjuar me energjit e pastir. Mbani mend, rritja e vibrimit tuaj nuk eshte një destinacion, por një praktike e vazhdueshme. Dhe nuk ke nevoje të beshte për sosur. Thjesht duhet të beshte pranishem. Një vendimi perditëshem, një veprimi vetëdijshëm, një moment heshtjegje. Mund të jenë të mjaftueshme për të ju kushtuar se kushtjeni dhe për të ju rikthyer në këndren tuaj. Sepse në çdo moment ke fukine të zgjedhesh, të zbresesh në zurmen e botes ose ngjitu në tempullin e shpirtit tënd. Behu vibrimi që do të transformoje boten tënde nuk ke ardhur këtu rastësisht. Shpirti i të ka shelene këtë njohuri sepse eshte gatite kushtoje diçka të helbesore. Ti nuk je viktime e energjise që të rrethon. Ti je krigjuesi i frekuences që leshon. Në një bote që kërkon vazhdimisht të të rrezoje, të të shperkendroje dhe të të shkeputa. Mbajtja e një vibrimi të lartë behet një akt revolucionar, një rrugë drejt sovranitetit të energjise që jo vetëm transformon gjetën tuaj, por edhe gjetën e atire përreth gjush. Sepse, si se kemi pare tashme, dridhja eshte ngjitese dhe kur zgjedhë të banosh në një frekuence me të lartë. Vete prania gjote filion të rezonoje me shpirtra të tjere që gjane gatit e zgjohen. Por ketu shume njëre spengohen. Ata presin që rritja e vibracionit të tyre të shete një ngjarje e mrekullueshme. Një teknike që funksionon me njëhere, një emocion që mbështetet vete. Jo, dridhja e lartë eshte rezultatin një angazhim i përditshëm, i thellë dhe i heshtur ndaj vetes.
Zbuloni praktika specifike. Zakone energjike dhe transformimet e brendshme ku do të gjule gjojnë mbaninje dridhjet e larte, edhe në kohe kausi ose pasigurie. Ki përmbajtje nuk eshte vetëm për të gju frimezuar, por për të gju kushtuar se tigje energji, dhe ke fukinet të transformoshate në mënyre të vetëdijshme.